Prefekti i qarkut të Korçës Nertil Jole së bashku me kryetarin e Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli inspektuan ditën e djeshme punimet në aksin rrugor strategjik Qukës Qafploç. Gjatë vizitës të dy udhëheqësit u shprehen të bindur se projekti ecën me ritme të qëndrueshme dhe pritet të përfundojë brenda vjeshtës së vitit të 2025. Punimet në të 3 lotet po vijojnë me ritme shumë të mira me objektivin për ta përfunduar ndërtimin e këtij segmenti të shumë pritur brenda fillimit të vjeshtës, tha prefekti Jole, duke theksuar se ky aks pritet të shkurtojë ndjeshëm distancën dhe kohën e udhëtimit drejt juglindjes së vendit. Aksi ka një gjatësi totale prej rreth 43 kilometër të ndarë në 3 lote të mëdhenj. Loti i parë nga kilometri 2.9 deri në kilometrin e 18, ku janë realizuar 78% e punimeve. Loti i dytë nis nga kilometri 18 dhe përfundon në kilometrin e 33.8, ndërsa loti i tretë, i cili ka qenë edhe më problematik, u nis në kilometrin e 34 dhe përfundon në Qafploç. Deri në gusht të 2024-s, ky lot ishte 66% i përfunduar, por vonesa ndërprerja dhe riparimet e nevojshme bën që sot të jetë rreth 81% i gatshëm me afat për përfundimin në gusht të 2025-s. Projekti ka pasur një udhëtim të gjatë financiar pasi loti i parë është financuar nga Banka Islamike për Zhvillim me kosto rreth $74 milion, ndërkohë loti i dytë ka nisur me një financim prej $63 milion nga ana e Bankës Islamike për Zhvillim e më pas u rrit në $95 milion bashkë me ndihmën e qeverisë shqiptare. Loti i tretë ka që është financuar nga Fondi Saudit për Zhvillim dhe ka shkaktuar kosto prej $66 milion nga $50 milion që ishte i parashikuar. Në total projekti është reinvestuar nga $135 milion në rreth $255 milion, përfshirë edhe huat e shumta që qeveria shqiptare ka marrë për gjatë viteve. Problemet kryesore që kanë hasur në ndërtimin e këtij aksi rrugor është mungesa e studimeve gjeologjike të thelluara gjatë projektimit fillestar të rrugës në vitin 2009. KLSH konstatoi se nuk ishin parashikuar zona rrëshqitëse dhe nuk ishte vizatime të sakta për muret mbrojtëse apo tunelet. Gjithashtu ka pasur ndërprerje të punimeve në gusht 2019 për shkak mungese financimi dhe puna rinisi vetëm në gusht të vitit 2023 pas një marrëveshje të re kredie nga qeveria shqiptare. Po ashtu, punëtorët janë hasur me rrëshqitje dhe rikonceptim të segmentit duke detyruar shtesa për zhvendosje gati 800 metër dhe rritje kostoje mbi 20% për lotin e parë. Ky aks rrugor i përket korridorit të 8 pan-europian duke lidhur Tiranën me Korçën, Pogradecin dhe Kapshticën, pikën kufitare për në Greqi. Përfitimet e tij janë sepse ai shkurton ndjeshëm distancën dhe kohën e udhëtimit drejt juglindjes, përmirëson transportin e madrave nga porti i Durrësit për në Kapshticë, rrit potencialin bujqësor të zonave rurale si Mokra dhe mundson zhvillim turistik në Pogradec. Inspektimi i fundit me prefektin Jole dhe kryebashkiakun Xhakolli nxori në parë ritmet e mira në të 3 lotet, sidomos në zonat malore me terren sfidues. Sigurisht mbetën punime për sinjalistikën, ndriçimin, muret mbrojtëse, tunele dhe përfundim nga kompania Albavia e kontraktuar për lotin e parë. Optimizmi i qarkut Korçë dhe Bashkisë Pogradeci jep përparësi përfundimit të projekteve brenda kontratës dhe shmangjen e vonesave të mëtejshme. Kështu pra pas 16 vitesh e shumë premtimeve të pambajtura, projekti i rrugës Qukës Qafploç duket se po përshkon shtegun drejt përfundimit në verën e 2025-s. Për gjatë viteve ka pasur shumë probleme teknike, financiare dhe burokratike, por ritmet e fundit dhe inspektimet e përbashkëta mes autoriteteve japin një sinjal pozitiv.